Refuzohen ankesat e partive politike maqedonase për Çashkën. Këtë komunë në 4 vitet e ardhshme për herë të parë do ta drejtojë një shqiptar. Kandidati i AKI-s Suat Shaqirov konfirmohet si fitues në këtë komunë, përballë 2 kandidatëve të ВМРО-ДПМНЕ-s. Ве молам да гласаме кое е за одбивање на истиот, констатирам дека едногласно приговорот е одбиен. Banorët e Çashkës të kryesuar edhe nga vetë kryetari në ardhje Shaqirov udhëtuan 70 kilometra për të ndjekur situatën në KSZ. Ata mirëpritën vendimin për refuzimin e ankesave. LSDM-ja tërhoqi ankesat e saj për Çashkën, menjëherë pasi KSZ-ja hodhi poshtë ankesat e partisë në pushtet ВМРО-ДПМНE. Në zgjedhjet e 19 tetorit, kandidati i AKI-s Suat Shaqirov mori 2322 vota, apo 50 prej 71% të votave. Kundër kandidatët e tij Goran Stojanovski LSDM-s dhe Dejan Andonovski bashk kishin 2174 vota.